t'jenë ose hezitues madje ose të mos japin kontributin e tyre që çlirimtarët jenë në Kosovë. Mirë, flasim tani për çështjet e aktualitetit politik. Zoti Jusufi, ka më shumë se një muaj që kur jam mbajtur zgjedhjet ende s'ka certifikim të rezultatit zgjedhor, por rezultatet tashmë dihen apo jo. Albin Kurti është i bindur se do ta formojë vetë qeverinë e re të Republikës së Kosovës. A do ta bëj apo jo Kurti qeverinë? Në bazë të rezultateve dhe nëse thirremi në votat tani që janë megjithatë rezultate preliminare ende në zyrtarisht të pacertifikuara, por që po dihet cilat janë rezultatet, Partisë Parë i takon që ta krijojë qeverinë në kuptimin e kandidimit të mandatarit, por që po vret se ka një këmbgulsi që ta bëj vetë e votat nuk i ka. Për këtë arsye edhe sjellja e tij, edhe me rastin e paraqitjes së parë, pas rezultateve të para që kanë dalë, ndërsa të festoj dhe të ofroj bashkëpunim me parti tjera, qoftë deri atë ditë opozitare, përkundrazi doli me një fjalor i cili më shumë tregonte arrogancën dhe urrejtjen ndaj të tjerëve, sesa një sjellje të një lideri demokrat i cili ofron bashkëpunim, fundit ka mund ta bëj për interesa të Kosovës, për interesa të vendit, për interesa kombëtare, por që është vrejt ajo urrejtja ndaj kundërshtarëve politik, e që nuk po mund ta fshehi, po kjo më shumë i kushton atij vetë, partisë që e përfaqëson, sepse një ditë do të kthjellët opinioni, do ta shohë se sa do me ka kushtuar edhe juve si subjekt politik ky rezultat zgjedhor me akuzat që keni bërë në veçantë ka zotë Heradina ndaj Albin Kurtit? Jo, unë konsideroj që qasja jonë ka qenë drejt për drejt në atakim të vendimeve dhe veprimeve të cilat e kanë dëmtuar Kosovën, dhe krejt angazhimi ka qenë që të qartësohet opinioni se çka shkandon në Kosovë për gati 5 vjet të qeverisjes, hiç këtë mandat edhe një pjesë të mandatit më hershëm, e që në fakt Kosova vetëm ka psuar qoftë në zhvillimin e mbrëmshëm, që nuk ka pas një zhvillim ekonomik, një ngritje të mirëqenies të qytetarëve, pastaj investimet kapitale që kanë munguar, madje as projekte të cilat i ka pas veç në rrugë e sipër ka mund t'i presshiritat, e nuk i ka bë, domethënë duke u nis nga këto vendime dhe veprime të cilat e kanë dëmtuar interesin e Kosovës, e sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat janë ndërlikuar shumë, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse interesimi ynë gjithmonë ka qenë për një siguri më të madhe në Kosovë, e ne dim që faktori kryesor i sigurisë në këtë vend është faktori brendshëm po se po, por edhe bashkëpunimi me ata që janë faktorë sigurisë në Kosovë, qoftë me mekanizmat e KFOR-it që ekzistojnë këtu dhe mekanizma tjerë të cilët garantojnë sigurinë në Kosovë, e që shihet se faktori kyç i kësaj sigurie, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Ballkanin e mëgjerë, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa herë kemi pas acarim të këtyre marrëdhënieve, mos mundësi që të hapet dera në shtëpinë e bardhë e që të ketë një komunikim shumë më të mirë, e kuptojmë, ta marrim shembull një mandat më herët kur ishte zoti Trump që shumë u acaruan raportet, por me zotin Biden menduam që ky edhe për krahi. Do të flasim zoti Jusufi. Pikërisht, do të flasim. Kjo ka edhe për raportet e qeverisë dhe të Kosovës me aleatët. Edhe raportet e brendshme, edhe të jashtme janë ndërlikuar aq shumë ka psuar Kosova